Përshëndetje nga edicioni informativ, jemi në ekranin e Blu Televizion për të ndalur tek zhvillimet e ditës. Do të ndalemi tek aktualiteti ku investimi për mirësim banesa ekzistuese për komunitetet varfra të pafavorizuara i realizuar nga Bashkia Selenis me 80% financim nga buxheti i shtetit dhe 20% nga fondet vendore sipas KLSH-s rezulton me shkelje. Sipas raportit, Bashkia Selenis ka abuzuar me fondet teksa janë vërejtur 2.3 milion lek punime të kryera në banesat e komuniteteve të varfra në Selenic. Një investim me objekt për mirësimin e banesave ekzistuese për komunitetet e varfra të pafavorizuara i realizuar nga Bashkia e Selenisës me 80% financim nga buxheti i shtetit dhe 20% nga fondet vendore kanë nxjerrë në pa njësër probleme serioze në zbatimin e kontratës si dhe në cilësinë e punimeve. Kontrata për punë publike me vlerë 25.055.246 lek PATVSH është lidhur në datën 24/10/2023 me afat fillestar 180 ditë dhe i shtyr me 30 ditë pas një amendimi në prill të 2024-s. Punimet nisën më 7 nëntor të 2023-shit, ndërsa akti i kolaudimit është realizuar më 27 qershor të 2024-s. Certifikata e përkohshme e marrjes në dorëzim është hartuar më 24 korrik të 2024-s. Në proces janë përfshirë 40 banesa, sipas vendimit të Këshillit Bashkiak me numër 8 i datës 26 janar 2023, ku janë miratuar përfituesit. Në raportin e kontrollit të lartë të shtetit u konstatuan një sër mangësish dokumentacioni dhe specifikime teknike. Nga verifikimi i dosjes së zbatimit, rezulton mungese e certifikatave të cilësisë dhe raporteve të testimit për disa materiale ndërtimi, si tjegulla importi, pllaka për shtrim, materiale plastike për tavanet e të tjerë, në kundërshtim me kërkesat. Gjithashtu mungon një projekt i konsoliduar zbatimi me detaje të qarta për çdo banesë, si dhe specifikime teknike të plota për materialet dhe proceset e punës. Dokumentacioni është kufizuar kryesisht në planimetri, pa përshkrime të detajuara teknike, çka përbën edhe mangësinë që në fazën e tenderimit. Në dosje mungon ashtu edhe leja e ndërtimit për merremetimin dhe riparimin e banesave. Një tjetër shkelje e rëndë është zbuluar nga kontrolli i lartë i shtetit në Bashkinë Selenic, ku bëhet fjalë për ndryshime fondesh pa vendime të Këshillit Bashkiak. 2 qytetarë kanë refuzuar rikonstruksionin e banesës së tyre. Megjithatë, fondet e parashikuara për këto 2 banesa në vlerën e 706.141 lekëve dhe 917.745 lekëve janë rishpërndar në 20 banesa të tjera, duke rritur vlerën e investimit për to. Megjithatë, ky ndryshim nuk i është nënshtruar miratimit të Këshillit Bashkiak, megjithse përfituesit fillestar ishin miratuar me vendim të këtij organi. Përpasoj, shuma e 1.623.886 lekëve konsiderohet përdorim pa ekonomikitet dhe në kundërshtim me vendimin e Këshillit Bashkiak. Sipas verifikimeve në teren, bën me dije KLSH në 20 banesa kanë evidentuar mospërputhje të shumta mes preventivit të miratuar dhe punimeve faktikisht të realizuara. Sipas raportit të KLSH-s janë konstatuar zëra të pakryer ose të realizuar pjesërisht si printuese grez importi, shtres me pllaka grez porcelani, tavan i varur plastik, suva brenda mur tulle, suva solete, patinim tavani me stuko veneciane, boj hidroplastike, veshje me pllaka majolike, tavan me dëras, çatim me kapriate dërase, dritare duralumini, dyer të brendshme druri, ulluk vertikal dhe horizontal si dhe punime elektrike. Në total, diferenca në volum të parealizuara llogaritet në 2.340.900 lek. Kjo shumë përbën shkelje me efekte financiare, si dhe dëm ekonomik për buxhetin e shtetit dhe të Bashkisë së Selenisës. Ndërkohë, KLSH në raportin e saj bën me dije se ka dyshime po ashtu edhe për cilësinë e punimeve. Përveç mungesës së volumit të plotë të punimeve, nga verifikimi në terren rezulton se punimet e kryera nuk paraqesin cilësinë e duhur. Në mungesë të specifikimeve teknike dhe dokumentacionit të plotë të cilësisë, materialet e vendosura krijojnë risk për standarde të papërshtatshme ndërtimi. Për këto veprime dhe mosveprime ngarkojnë me përgjegjësi përfaqësuesi i subjektit të mbikëqyrjes, përfaqësuesi i kolaudimit si dhe grupi i marrjes në dorëzim të punimeve. Një investim i destinuar për komunitetet më të varfra, që do të duhet të ishin shembull i transparencës dhe korrektësisë, përfundon në nhijen e dyshimeve për keq menaxhim, mungesë kontrolli dhe dëm ekonomik. Pyetja që mbetet është, kush do të mbajë përgjegjësi për 2.3 milion lekët e punimeve që rezultojnë vetëm në letër?
Caktimi i zonave të administrimit të parkimit dhe tarifave të shërbimit të parkimit me pagesë në rrugë dhe sheshe në territorin e Bashkisë së Vlorës është zhvilluar këtë të premte. Konsultimi publik me qytetarët e Vlorës dhe grupet të interesit me fokus nevojat dhe dëshirat e komunitetit në lidhje me lehtësimin e trafikut rrugor në qytetin e Vlorës. Caktimi i zonave të administrimit të parkimit dhe tarifat e shërbimit të parkimit me pagesë në rrugë dhe sheshe në territorin e Bashkisë së Vlorë. Bashkia ka zhvilluar këtë të premte konsultim publik. Dëgjesa u zhvillua në sallën e mbledhjeve të Pallatit të Kulturës, të pranishëm dy nënkryetarët e Bashkisë, Ilir Hasani dhe Klea Lalo, si dhe drejtuesit e infrastrukturës dhe urbanistikës, Kristaq Jorgaçi dhe Igli Xhaferi. Kanë marrë pjesë në dëgjesë dhe drejtori i policisë bashkiake, ndërsa në sallë banorë dhe grupe të interesit. Dëgjesa është çelur nga nënkryetari Hasani. Mbi miratimin e rrugëve dhe shesheve dhe kritereve që do të aplikohet shërbimi i parkimit me pagesë. Qëllimi i kësaj dëgjese publike është për vendosjen e parkimit me pagesë, i cili do të kontribuojë ndjeshëm në lehtësimin e trafikut rrugor në qytetin e Vlorës. Në veçanti për parkimet në akset kryesore të qytetit, të cilat ne mendojmë duke aplikuar këto tarifa, duke i bërë në këtë formë, do të lehtësojnë aksesin dhe keq menaxhimin e tyre nga parkimet abuzive që qëndrojnë për një kohë gjatë pambarimisht në përgjithësi nga keq menaxhimi i parkimeve në akset kryesore. Sipas kreut të zyrës së infrastrukturës Jorgaçi, gjithçka është realizuar në bazë të një studimi ku kanë kontribuar urbanistë, inxhinier apo dhe kryetarët e rajoneve. Njëherët Jorgaçi ka listuar më pas 20 rrugët dhe 3 sheshet që do të përfshihen në parkimin me pagesë. Më lejoni të sqaroj që ky studim është bërë nga një grup multidisiplinor i cili ka përfshirë urbanist, arkitekt, inxhinier, edhe përfaqësues nga drejtoria e të ardhurave, si dhe kryetarët e rajoneve. Gjatë vëzhgimit në terren janë vlerësuar disa indikatorë, siç është fluksi i qarkullimit sipas fashave të ndryshme orare, është vëzhguar mënyra e përdorimit të hapësirave ekzistuese për parkim, parametrat e rrugëve kryesore dhe dytësore. Njëkohësisht, instrument vlerësimi ka qenë edhe praktikat e ndjekura në qytete të tjera ku është aplikuar parkimi me pagesë. Për sa i përket metodologjisë, janë marrë në konsiderat për përcaktimin e koeficientit të shfrytëzimit të vendeve për parkim, janë marrë në konsiderat 4 kritere bazë, të cilat janë vendodhja e rrugës, pra rëndësia në qendrën urbane për rrugët kryesore, qëllimi i zonës, pra kategoria është rezidenciale, portuale, tregtare, turistik, fluksi ditor i mjeteve, niveli i qarkullimit dhe denësia e mjeteve, si dhe aksesi për parkim. Drejtori urbanistikës Igli Xhaferaj ka detajuar vend parkimet në secilën rrugë, parkim për taksi, si dhe vendet për personat pak. Parkimeve është 351, ndër të cilat parkimi pagesë do të realizohen 318, 163 poste krahun perëndimor dhe 155 poste krahu lindor. Për personat me aftësi kufizuar është parashikuar 7 vende parkimi dhe parkime taksi 26 vende. Kemi tek sheshi Flamuvi, numri vend parkimeve total është 37, ndër këto 36 do të bëjmë me pagesë. Krahu lejuar i qarkullimit dhe i parkimit do të jetë në një krah. Kemi rruga Demokracia, ku numri vend parkimeve është 163, ndër të cilat parkimi i pagesë do të jenë 152, 92 poste parkimi krahu perëndimor dhe 60 poste parkimi krahu lindor. Për taksi është parashikuar 8 vende parkimi, ndërsa personat me aftësi të kufizuara 3 vende parkimi. Kemi rrugën Fejzo Gjomema, numri vend parkimeve total është 84, numri parkimeve pagesë do të bëhet 68, 35 poste krahu verior, 33 poste krahu perëndimor. Parkime taksi 14, ndërsa parkimet pak 2. Kemi rrugën Gjysh Kastrioti. Total janë 494 vende parkimi, parkimi pagesë do të realizohen 463. 241 poste krahu perëndimor dhe 232 poste krahu lindor. Për taksi janë parashikuar 13 poste, ndërsa për pak 8 poste. Kemi rrugën Pelivan Leskaj, total janë 120 vende parkimi, ndër të cilat 118 do të bëjnë me pagesë. Për taksi nuk është parashikuar as një vend parkimi, ndërsa personat me aftësi të kufizuara 2 poste. Kemi rrugën Hasan Kushta, në të cilën janë total 117 poste parkimi, me pagesë do të realizohen 112, 56 poste parkimi krahu verior, 56 poste krahu jugor. Për taksi janë 2 vende, parashikuar 2 vende parkimi, ndërsa për pak
3 poste parkimi. Më pas të pranishmit në sallë kanë përcjell shqetësimet dhe kanë sugjeruar mendime dhe këshilla për të pasqyruar në rregulloren e parkimeve, ndërsa nuk ka munguar dhe fjala e drejtorit të policisë bashkiake. Rruga të jetë parkimi në një krah, ose të bëhet në ndërim muaj, një muaj të parkohet, ja pas një muaj martën, se po parkohet në të dy krah, me zor kalon me bicikletë, jo me makinë. Koeficienti i numrit të parkimeve që janë të disponueshëm për njerëzit me aftësi të kufizuar, mendoj që janë shumë pak. Në një rrugë Vurare që në rreth 160 parkime ishin vetëm 3, ndërkohë që sipas Bashkimit Evropian duhet të jenë 2 vende për 50, 2 vende për njerëzit me aftësi të kufizuar në 50 vende me pagesë e para. Nuk dëgjova për gratë shtatzane, vende të parkimit të lira, dhe për familjet që kanë fëmijë deri në 2 vjeç. Këto janë gjitha rregullat e Bashkimit Evropian. Ka ardhur në fakt, po që në rast se nuk do të merren masa emergjente, e gjithë Vlora do të kalojnë në kolaps vetëm për punën e parkimit të qarkullimit. Një tmerr i vërtet. Na duhet të dalim për rrugë dhe bllokohemi. Çfarë t'i bëja unë sot ambulancës, që ajo kërkonte të kalonte dhe nuk kalonte do në rrugën kryesore. Sepse ajo rrugë kryesore, ndoshta është menduar për pedonale, po që të bëhet pedonale duhet hapim rrugë paralele me të. Vlora është nga qytetet më të vështirë për qarkullim. Dhe sidomos në rast se nuk do mendohet për të hapur këto rrugë, le të bëhen sa të duash plane këtu të parkimit, këtu do të kolapsohet çdo gjë. Ndërsa e zhvilluar këtë të premte buri përballë qytetarë të Vlorës, banorë dhe grupe të interesit me administratën e Bashkisë Vlorë në një bashkëbisedim që ka në vëmendje nevojat dhe dëshirat e komunitetit në lidhje me lehtësimin e trafikut rrugor në qytetin e Vlorës. Është mbledhur bordi i paqes në Washington, aty ku krahët Shteteve të Bashkuara marrin pjesë edhe Shqipëria me Kosovën, të përfaqësuar në takim nga kryeministri shqiptar Edi Rama dhe presidentja e Kosovës Vjosa Osmani. Në fjalën e tij presidenti i SBA-s Donald Trump u shpreh se si të gjitha shtetet e tjera, përfshirë Shqipërinë dhe Kosovën, do të angazhohen me trupa në teren në Gaza. Nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama te presidentja e Kosovës Vjosa Osmani dhe udhëheqësit e 25 vendeve të tjera të botës u ulën në tryezën e bordit të paqes në ceremoninë historike në drejtimin e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump. Në mesazhin e tij të parë në bordin e paqes, presidenti Trump tha se Shtetet e Bashkuara do të kontribuojnë me $10 miliardë në këtë organizëm ndërkombëtar të krijuar prej tij me qëllimin madhor për të rikthyer paqen në lindjen e mesme. Vlerësime dhe falënderime për vendet që u bashkuan bordit të paqes, por dhe paralajmërime dhe kërcënime. Mesazhet e presidentit Trump ishin të qarta. Ai e nisi me Kosovën dhe Serbinë, teksa ju drejtua me një mesazh të drejtë për drejtë presidentes Osmani, e pranishme në tryezë. Bordi i paqes me 27 antar u themeluar në 22 janar në Davos të Zvicrës në prezencë të presidentit Trump. Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara ka autorizuar këtë trup që të mbikëqyrë zbatimin e armëpushimit në Gazë dhe të angazhohet në aspektin e qeverisjes dhe rindërtimit. Shqipëria, përfaqësuar nga kryeministri Rama, mori pjesë në takimin inaugurues të Bordit të Paqes me ftesë nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pas përfundimit të takimit, kryeministri Rama u përshëndet me presidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump, ndërsa bisedës së tyre ju bashkua dhe presidentja e Kosovës Vjosa Osmani. Ndërkohë, në bordin e paqes, Shqipëria dhe Kosova do të angazhohen me trupa ushtarak në Gaza. Sot shënohen 35 vite nga rrëzimi i bustit të diktatorit Enver Hoxha në qendër të Tiranës, që solli për Shqipërinë një epokë të re. Kjo ishte një nga ngjarjet më të spikatura që ndikuan në rënien totale të regjimit komunist në Shqipëri, e ndërsa më 20 shkurt të vitit 1991, dhjetra dhe mijëra qytetarë u ngritën për të shembur simbolin e komunizmit. Shënohen sot 35 vite nga rrëzimi i bustit të diktatorit Enver Hoxha në qendër të Tiranës, që solli për Shqipërinë një epokë të re. Kjo ishte një nga ngjarjet më të spikatura që ndikuan në rënien totale të regjimit komunist në Shqipëri. Më 20 shkurt 1991, dhjetra dhe mijëra qytetar u ngritën për të shembur simbolin e komunizmit, pak muaj pasi regjimi i vjetër që po jetonte ditët e fundit kishte lejuar pluralizmin politik. Rrëzimi i bustit të diktatorit u nxit nga greva e urisë ndërmarrë nga disa qindra student për t'i hequr
shkaqur universitetit emrin e tij. Në fakt, revolta popullore kishte nisur me protestat e studentëve në fund të dhjetorit për të shpërndar më pas në çdo qytet të vendit. Bursi u rrëzua në një kohë kur vendi ndodhej në një situatë të rënduar politike. Kishte vetëm 2 muaj që ishte themeluar Partia Demokratike dhe ishte shpallur dita e zgjedhjeve të para pluraliste në Shqipëri, më 31 mars 1991. 20 shkurt i caktuar si dita e kujtesës kombëtare për martirët dhe viktimat e regjimit komunist. Kjo shënoi dhe fundin e diktaturës në Shqipëri. Pamjet e atij momenti në sheshin Skënderbej kanë bërë xhiron e botës dhe vunë dhe njëherë Shqipëri në fokus të zhvillimeve ndërkombëtare. Ndërkohë sot, më 20 shkurt, Partia Demokratike, partia më e madhe e opozitës në Shqipëri, ka thirrur një protestë të madhe. Ndërkohë Partia Demokratike sot, në 20 shkurt, partia më e madhe e opozitës shqiptare, ka thirrur protestën në Tiranë. Rreshjet me intensitet në Vlorë, disa pemë janë rrëzuar gjatë orëve të para të mëngjesit në zonën e pyllit të Sodës, duke shkaktuar rrezik për qarkullimin e automjeteve, ndërsa nga Imara raportohet se rruga kryesore e fshatit Shën Vasil është bllokuar nga rrëshqitja e dherave. Si pasojë e motit të përkeqësuar dhe erërave të forta, disa pemë janë rrëzuar gjatë orëve të para të mëngjesit në zonën e pyllit të Sodës, duke shkaktuar rrezik për qarkullimin e automjeteve. Rreth orës 4 të mëngjesit, një automjet është përplasur me një prej pemëve të rrëzuara në rrugë, çka ka sjellë edhe bllokimin e përkohshëm të qarkullimit për disa minuta. Fatmirësisht nuk u raportua për persona të rënduar, ndërsa ndërhyrja e menjëhershme e shërbimeve për largimin e pemës së rrëzuar nga rruga ka normalizuar situatën në një kohë të shkurtër. Ndërkohë nga Himara raportohet se si pasojë e rreshjeve të dendura të shiut, rruga kryesore e fshatit Sevaser është bllokuar nga rrëshqitja e dherave. Banorët bëjnë thirrje për ndërhyrje të shpejtë të automjeteve të rënda për pastrimin e rrugës, pasi lëvizja është vështirësuar ndjeshëm dhe rreziku mbetet i pranishëm nëse moti do të vijojë të jetë i tillë. Një tjetër aks ku janë evidentuar problematika nga moti përkeqësuar është segmenti rrugor Kuç-Qeparo, ku në një pjesë të tij janë konstatuar çarje të asfaltit dhe rrëshqitje të trupit të rrugës. Situata ka vështirësuar lëvizjen e automjeteve dhe ka rritur rrezikun për drejtuesit e mjeteve që kalojnë në këtë aks. Rreshjet të rënda me intensitet gjatë ditëve të fundit kanë sjellë dhe problematika thuajse në të gjithë qarkun e Vlorës. Momentalisht ndodhem në aksin Kuç-Qeparo, ku siç shihet mbrapa krave të mi, rruga ka pasur dëmtime në një pjesë të saj. Si pasojë edhe e rrëshqitjes së dherave ka bërë që rruga të pse ulje, duke sjellë vështirësi edhe në qarkullimin e automjeteve. Rruga e Lumit të Vlorës, e cila do të lehtësonte trafikun dhe sidomos në sezonin e verës apo edhe të gjitha automjetet të cilat qarkullojnë nga bashkia e Selenicës në drejtim të Himarës apo edhe më në jug, duket që do të jetë disi problematike për një periudhë kohe. Megjithatë, autoritetet janë lajmëruar për rikuperimin e aksit të dëmtuar dhe kthimin në normalitet të kësaj rruge. Moti i keq i ditëve të fundit e shoqëruar me rreshje intensive shiu ka sjellë probleme në gjithë qarkun e Vlorës. Rreshjet e dendura kanë shkaktuar rrëshqitje dherash në disa zona, duke krijuar vështirësi në qarkullim dhe rrezik për banorët. Një nga akset ku janë evidentuar problematika është dhe segmenti rrugor Kuç-Qeparo, ku në një pjesë të tij janë konstatuar çarje të konsiderueshme të asfaltit si dhe rrëshqitje të trupit të rrugës. Situata ka vështirësuar lëvizjen e automjeteve dhe ka rritur rrezikun për drejtuesit e mjeteve që kalojnë në këtë aks rrugor. Ky segment është mjaft i rëndësishëm pasi lidh zonën e Lumit të Vlorës me Bregdetin e jugut të vendit, duke shërbyer si ndër akset kryesore për qarkullimin lokal dhe turistik. Dëmtimi i tij ka sjellë probleme të ndjeshme për banorët dhe kryesisht për drejtuesit e automjeteve. Megjithatë, sipas informacioneve, mësohet se autoritetet përkatëse janë njoftuar dhe pritet tashmë ndërhyrje emergjente për stabilizimin e situatës. Ekziston rreziku që nëse rreshjet vijojnë, dëmtimet të rrapen edhe në pjesë të tjera të këtij aksi të rëndësishëm rrugor, ndaj pritet që ndërhyrja të jetë e menjëhershme. Dëmtohet rruga Vuajin-Poçem vetëm 2 vite pas ndërtimit. Asfalti është qarë në disa segmente, duke krijuar çarje të gjata dhe të thella që vështirësojnë qarkullimin e automjeteve. Rruga Vuajin-Poçem ka pësuar dëmtime të dukshme në një pjesë të konsiderueshme të gjatësisë së saj. Në pamjet e siguruara nga Blu Televizion shihet qartë se asfalti është qarë në disa segmente, duke krijuar çarje të gjata dhe të thella që vështirësojnë qarkullimin e automjeteve. Ajo që shqetëson më shumë banorët dhe drejtuesit e automjeteve është fakti se kjo rrugë nuk ka mbushur ende as 2 vite nga ndërtimi i saj, ndërsa tashmë paraqet probleme serioze strukturore. Sipas tyre, dëmtimet ngren dyshime mbi cilësinë e punimeve dhe materialeve të përdorura, duke rrezikuar jo vetëm investimin publik, por mbi të gjitha edhe sigurinë e përdoruesve të kësaj rruge.
Do ndalemi në turizëm. Nga 12 milion turistë që e vizituan Shqipërinë në vitin 2025, vetëm 25% e tyre kaluan të paktën një natë në strukturat akomoduese shqiptare të regjistruara si hotele, bujtina apo apartamente me qera. Për 2026, pritshmëritë e operatorëve nuk janë më tek turizëm sasior, por cilësor, një faktor që sipas tyre do të cilëte më shumë të ardhura dhe për turizmin shqiptar në përgjithësi. Nga 12 milion turistë që vizituan Shqipërinë në vitin 2025, vetëm 25% e tyre kaluan të paktën një natë në strukturat akomoduese shqiptare të regjistruara si hotele, bujtina apo apartamente me qira. Ndonse Instituti i Statistikave bën të ditur se net qëndrimet gjithsej u rritën me 26.2%, ku ato jo rezident u rritën me 39.2%, ndërsa ato nga rezidentët u rritën me 8.7%. Përsëri numri i huajve që flenë në Shqipëri është i ulët për ekspertët e tregut dhe operatorët turistik. Kjo situatë vjen si pasojë e shtimit të turistëve tranzit, informaliteti nga apartamentet me qira, si dhe emigrantët që kalojnë pushime tek të afërmit. Në dhjetor 2025, shumica e vizitorëve jo rezident, të cilët u akomoduan në strukturat pritëse në Shqipëri, vinë nga Italia, 25%, Kosova 16% dhe Gjermania 6%. Franca dhe Shtetet e Bashkuara kontribuan me nga 4%, ndërsa 45% e tyre ishin nga vende të tjera. Shqipëria mbylli vitin që lan pas me mbi 12 milion të huaj, ku vetëm dhjetori shënoi mbi 600.000. Për 2026, pritshmëritë e operatorëve tashmë nuk janë më tek turizmi sasior, por cilësor, një faktor që sipas tyre do të sillte më shumë të ardhura edhe për turizmin shqiptar. Një aksident ka ndodhur në rrugën transballkanike të Vlorës, ku një automjet ka përplasur një person i cili po lëvizte me biçikletë përgjatë këtij aksi rrugor. I plagosur rënd, ciklisti është nisur me urgjencë në spitalin rajonal, ndërsa drejtuesi i automjetit është shoqëruar në komisariat për veprime të mëtejshme procedurale. Një aksident ka ndodhur në rrugën transballkanike në Vlorë. Një automjet ka përplasur një person i cili po lëvizte me biçikletë përgjatë këtij aksi rrugor. Si pasojë e përplasjes, ciklisti ka mbetur i plagosur rënd. I lënduari është transportuar me urgjencë drejt spitalit të Vlorës, ku po merr ndihmën e nevojshme mjekësore. Sipas informacioneve paraprak, gjendja e tij paraqitet e rënd, pasi ka pësuar dëmtime serioze në kokë dhe ndodhet nën kujdesin e mjekëve. Menjëherë pas ngjarjes, në vend ngjarje kanë mbritur shërbimet e policisë dhe grupi hetimor, të cilët kanë nisur punën për zbardhjen e plotë rrethanave dhe shkaqeve të aksidentit. Drejtuesi i automjetit është shoqëruar në komisariat për veprime të mëtejshme procedurale, ndërsa pritet të merret dhe dëshmia e tij për të sqaruar dinamikën e ngjarjes. Specialistët e hetimit të krimeve të Komisariatit të Policisë Sarandë kanë shpallur në kërkim një 19 vjeçar, pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë fizike dhe ka kanosur një punonjës të Policisë Bashkiake për shkak të detyrës. Këto dhe të tjera nga Kronika. Specialistët e seksionit për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Sarandë referuan materialet në prokurori dhe shpallën në kërkim një 19 vjeçar banues në Sarandë, pasi në rrugën Studenti dyshohet se ka ushtruar dhunë fizike dhe ka kanosur një punonjës të Policisë Bashkiake për shkak të detyrës. Po punohet për kapjen e shtazit 19 vjeçar dhe për dokumentimin e rrethanave të rastit. Specialistët e stacionit të Policisë Selanicë referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasin ML 57 vjeç banues në Vlorë, pasi dyshohet se datë 16/2/2026 në fshatin Drashovic ka kanosur një tjetër shtetas 56 vjeçar banues në Tiranë, i cili administron një gurore në këtë fshat. I ka thyer me gur xhamat e Fadromos dhe ka dëmtuar portën kryesore me pretendimin se toka ku ushtron aktiviteti guroria është në pronësitë e tij. Specialistët e seksionit të trafikut urban dhe interurban të Drejtorisë Vendore të Policisë së Vlorës referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasin XA 23 vjeç banues në Vlorë, pasi u konstatua duke drejtuar automjetin pa leje drejtimi. Materialet proceduriale ju referuan prokurorive përkatëse në Vlorë dhe Sarandë për veprime të mëtejshme hetimore. Bidermani dhe Zjarvënësit kemi kaluar në të tjera zhvillime. Komedia me re e trupës së teatrit të Vlorës ngjitet në fundjavë në skenën e Petromarkos me regji të Eliona Thomaraj. Shfaqja vjen me një kast të zgjedhur aktorësh, ndërsa përcjell mesazhe aktuale. Të shtunën të dielën dhe të hënën orën 19 në skenën e teatrit Petromarko ngjitet një tjetër shfaqje, Bidermani dhe Zjarvënësit. Në premierën e kësaj shfaqje, regjisorja Eliona Thomaraj thotë se në qendër të saj është një personazh i quajtur Biderman, që vjen nga shtresa e mesme, por që mendon vetëm për vete. Shfaqja ndërthuret e gjitha rreth këtij personazhi për të treguar se nuk duhet të mendosh në shoqëri vetëm për vete. Thomaraj tregon gjithashtu se është kënaqësi thjesht në skenë me një trup aktorësh të cilët vinë nga breza të ndryshëm
por bashkëpunues me njëri tjetrin. Sipas Tomaraj, te publiku nëpërmjet kësaj shfaqjeje përcillen mesazhe të vëra për jetën. Kjo kryevepër në fakt sjell në vëmendje familjen Bidermanit, i cili është njëri nga shtresa e mesme, biznesmen i vogël, i cili mendon vetëm për vetë. Pra, neve këtë kemi dashur ta evidentojmë. Një problem nuk mund të jetë vetëm myti. Një problem është një problem shoqëror. Nëse nuk e zgjidhim të tërë së bashku, atëherë do digjemi jo vetëm ti, por prej teje do digjemi edhe ne tjerë. Pra kjo është, nuk mund ta shpëtosh asnjëherë vetën, as nuk mund të qëndrosh i pasur në një pellë të pisur. Mesazhi që kam për t'i dhënë të tërëve nëpërmjet veprës që ka shkruar Mark Prisk është neve duhet jemi e para gjithmonë pranë një tjetrit, dhe gjitha nuk mund të mposhtet e keqja duke e mbjellur atë. E keqja mposhtet duke e përzënë atë, jo duke e mbajtur. Dhe kjo sjell të bukurën, kjo sjell rëndësinë. Është më e vështirë madje të jetë sa më pak aktorë në skenë, sepse gjithë pesha do të bjerë në 2 apo në 3 apo në 4 aktorë. Në këtë vepër vërtet është e vështirë organizimi, pra derisa ta arrim pa lidhur me të tjerën. Por në fund të kesh 10 aktorë në skenë është luks, është duhet të jetë. Ndërthurja mes brezave është domosdoshmëri për teatrin. Sikundër në jetë, teatri njëherë imiton jetën, që ta nisim nga këtu. Sikundër në jetë nuk mund të kemi një shoqëri vetëm me të rinj, apo vetëm me pleq, apo vetëm me mesatar. Ashtu dhe në teatr nuk mund, dhe është e pamundur, të vëmë një vepër ku të kemi vetëm të rinj, apo vetëm mesatar, apo vetëm pleq. Për aktorin Ilirian Ali, kjo vepër brenda saj ka të gjitha, duke nisur nga humori të drama, satira, por dhe tragjikja. Qëllimi i saj sipas Aliut është të zgjojë ndërgjegjen e publikut në sallë. Në fakt për mua është kënaqësi që jam shkrirë midis këtyre brezave që kanë ardhur mbrapa dhe jemi harmonizuar në mënyrë të përkryer. Do t'i falenderoj se do të jemi hipokrit për ato që po ndodh. Por përpara se të vi tek fundi i asaj, do të thosha që vepra është një dramë alegorike që merr përsipër për të zgjuar ndërgjegjen e njerëzve dhe që ka brenda humorin, ka ironinë, ka cinizmin, nëpërmjet të cilës ai fshikullon dramaturgu kompromisin ose indiferentizmin e shoqërisë njerëzore. Është universale në kuptimin e asaj që godet dhe fshikullon problemet e indiferentizmit në një shoqëri. Sepse si shtatë regjisoria, domethënë e keqja nuk vjen vetë, por i hapim derën dhe ajo futet nga intoleranca jon, nga toleranca jon, nga ajo mundësia e indiferentizmit tonë. Por ka një specifik të veçantë në harmonizimin e këtij spektakli që ajo na ka punuar me shumë kujdes, dhe unë falenderoj sigurisht, dhe që mburi pjesë të kësaj bashkë me drejtorin e teatrit, sepse ka futur përveç shkorit, ka futur dhe një element shqiptar, cili bazohet në folklorin ose në muzikën popullore. Në fakt ajo është universale sepse mesazhet i përcjell kudo që të shfaqet, vetë si vepër. Drejtori i teatrit Petro Marko Artur Dhamo, duke vlerësuar regjisoren por dhe aktorët që marrin pjesë në këtë shfaqje, thotë se veçanta e saj është fakti që shkrihen me mjeshtri të gjithë elementet në skenë, duke realizuar një shfaqje të punuar me kujdes. Kontribut të vyer në këtë shfaqje kanë dhe aktorët e rinj, skenografia, por dhe ata që punojnë pas skene. Një falënderim Dhamo e ka dhe për Bashkinë e Vlorës, si dhe sponsorët që kontribojnë për vendosjen në skenë të kësaj shfaqje. Që si thua, është mbështetjes gjithmonë të përhershme, sepse kjo janë projekte që i mbështet Bashkia e Vlorës. Kësaj radhe janë bashkuar edhe Dashamirës, është Skela Artur që ka përfunduar konstruksionin e kësaj scenografie gigante, janë efektet e ndërçimit të veçanta nga Enea Elektronics, gjithashtu edhe realizimi i një kostumografie brillante, do të thosha, për të premierën gati 10 nga butik Kozon. Dua të falenderoj të gjitha për të bashkëpunim dhe dua të them që publiku donjak hajde në teatr të kaloni një fundjavë të bukur, një fundjavë duke u argëtuar, por edhe duke reflektuar mbi problematikat që mbartë vetë. Shfaqja Bidermani dhe Zjarvënësit është e bazuar në komedinë tragjike nga Max Frisch me regjitë e Liona Thomarajt, formulim muzikor nga Artur Dhamo, skenografi dhe kostume nga Drini Sheu. Ndërsa merr pjesë një kast i përzgjedhur aktorësh, si Astrid Mamaj, Margen Saushi, Ermir Hoxha, Igli Fusha, Roland Minga, Lori Sinanaj, Matilda Vduli, Ludmila Baballëku, Ilirian Ali dhe Alba Shtëmbari.
Duke nisur nga dita e diel nis përmirësimi i motit në vendin ton, pas shumë ditësh me shi. Sipas sinoptikanëve sa i përket kushteve termike, temperaturat në vlerat maksimale për gjatë fundjavës parashikohen të jenë deri në 15 gradë Celsius, ndërsa në javën që presim temperaturat parashikohet të ketë rënje. Duke nisur nga dita e diel, nis edhe përmirësimi i motit në vendin ton pas shumë ditësh me shi. Sinoptikanët parashikojnë se ditën e shtunë vendyn parashikohet të ndikohet nga kushtet atmosferike relativisht të paqëndrueshme, me reshje shiu me intensitet të ulët në zonën e jugut të Shqipërisë, por nuk do të mungojnë po ashtu edhe shtrëngatat e afat shkurtra, kryesisht për gjatë relieveve malore. Era do të fryjë nga drejtimi në kuadratin e jugut me shpejtësinë 8 metër për sekond, ndërsa për gjatë vijës bregdetare era është parashikuar se do të fitojë shpejtësi deri në 15 metër për sekond, duke bërë që valëzimin dhe të jetë i forcës 3 deri në 4 ball. Përmirësim të kushteve atmosferike pritet sipas sinoptikanëve dita e diel dhe javën që presim, falë ndikimit të masave ajrore me origjinë jugperëndimore relativisht të thata, e cila do të bëjë që kushtet atmosferike të përmirësohen dhe parashikohet po ashtu që moti të jetë i kthjellët me vranësira të pakta deri në mesatarisht për gjatë relieveve malore. Për sa i përket kushteve termike, temperaturat në vlera maksimale për gjatë fundjavës parashikohet të jenë deri në 15 gradë Celsius, ndërsa në javën që presim temperaturat parashikohet të kenë rënje. Në vendet malore parashikohet të variojnë nga -1 në -10 gradë Celsius. Në vendet malore parashikohet të variojnë nga -1 në 10 gradë Celsius. Në vendet e ulta 2 deri në 15 gradë Celsius, ndërsa në Bregdet 3 deri në 16 gradë Celsius. Unë jetë me gjithë që kam për këtë ditë sotme, ju falenderoj që në ndoqët, ju përshëndes. Miropafshim.